Temperaturat e larta janë shoqëruar edhe me një shtim të virozave, të cilat sipas bluzave të bardha paraqiten kryesisht si gastroenterite me simptoma si të vjella, temperaturë, dhimbje barku dhe diarre. Shumica e rasteve të pacientëve që paraqiten që në shëndetësore shfaqin shenja gastrointestinale, diare, të vjella, temperaturë, dhimbje barku, të cilat praktikisht janë shqetësim i vazhdueshëm në periudhën e verës dhe kryesisht janë tek moshat pediatrike, geriatrike dhe të smurët kronik. Numri i pacientëve i rasteve akute ka një shtim në periudhë, domethënë mund të jetë deri në 7-8 raste në ditë që kanë rast akut, por për këshillim pothuajse janë të gjithë pacientët. Me qëllim për ndalimin e virozave gjatë kësaj periudhe dhe forcimin e imunitetit, nutricionistët theksojnë rëndësinë e një ushqyerje të shëndetshme dhe të balancuar. Më sugjerohen paktën 2 deri 3 litra ujë në ditë dhe një konsum shumë të mirë të jo vetëm thjesht perimeve dhe frutave të kësaj stine që sigurisht kanë përmbajtje të masës ujore dhe të vitaminave, mineraleve që na duhen dhe antioksidant, por mbi të gjitha, për shembull piepri, avokado, bajamet, perimet me gjethe jeshile dhe bananet janë shumë të mira. Pastaj në harkun ditor e mira është që ne të privilegjojmë më shumë mishin e bardhë, kështu që 2 deri 3 herë në javë, pulën, peshkun, kosi patjetër. Fëmijët në këtë periudhë mos të konsumojnë shumë, duke qenë se edhe shkolla ka mbaruar, kështu që janë më shumë në shtëpi, të kenë më shumë fokus në ato ushqyerjen e shëndetshme, kështu që sa më pak të skuqura, sa më pak ushqimet konfeksionuara, patatinat, karamelet, sepse të gjitha bëjnë që të japin vlera ushqyese boshe. Pacientëve gjithashtu rekomandohet të drejtohen fillimisht te mjeku i familjes dhe të shmangin vetë mjekimin pasi ai mund të përkeqësojë gjendjen shëndetësore. Nuk është e këshillueshme që ata të vetmjekohen, pavarësisht se mendojnë se kanë informacion nga burime të ndryshme, jo mjekut, është e këshillueshme që të konsultohet me mjekun, sidomos se theksohen përpara janë moshat pediatrike, geriatrike dhe smurët kronik. Në këto ditë të nxehta vere, specialistët u bëjnë thirrje qytetarëve të ndjekin disa këshilla dhe masa parandaluese. Hidratimi mirë, ushqyerja me ushqim të sigurt, dhe duhet që të shmangen temperaturat e larta. Duhet konsumojmë 2 deri 3 litra ujë në ditë. Plus kësaj janë pastaj edhe produktet e tjera të cilat mbajnë masë ujore, duke filluar nga kafe, çaj, frutat, perimet, të cilat dhe ato kanë patjetër masën ujore. Të realizohen ato vaktet kryesore, mëngjesi, vakti i ndërmjetëm i paradites, dreka, vakti i ndërmjetëm i pasdites, darka, dhe sigurisht një aktivitet fizik do bëj shumë mirë. Sipas specialistëve të shëndetit, në veçantë kërkohet kujdes i shtuar për moshat e treta, fëmijët dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike.